Mund të fillojmë? Nderuar zoti Abazi, mirëseardhje në intervistën për kryeprokuror të shtetit. Unë jam Arjan Gashi, kryesuesi i panelit vlerësues për emërimin e kryeprokurorit të shtetit. Në anën time të djathtë kam kolegun Visar Krasniqi, që është antar jo prokuror i panelit vlerësues, ndërsa në anën time të majt kam zonjën Elza Bajrami Kastrati, që është po ashtu antare e panelit nga radhët e prokurorëve. Ju me emailin e datës 24 qershor 2026, konform rregullores numër 07/2024, për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të Prokurorive të Republikës së Kosovës, jeni njoftuar për përbërjen e komisionit dhe po ashtu për mundësinë e paraqitjes së kundërshtimit rreth kësaj përbërje. Ku ju deri më tani nga evidencat që kam, nuk keni paraqitur kundërshtim rreth kësaj përbërje. Është saktë kjo? Ju njoftojmë se intervista juaj do të monitorohet edhe nga përfaqësues që kemi këtu, duke filluar nga ata të Euleksi, zyrës së BE-s, pastaj OSBE-s, shoqërisë civile, përfaqësues të tjerë, gazetar, po ashtu përfaqësues nga administrata që na mbështesin për punën tonë. Nderuar zoti Abazi, ju njoftojmë po ashtu se intervista do të regjistrohet me video dhe audio ngjizim, e cila pas këtij procesi do të publikohet. Si dhe kjo intervistë do të gjatë nga 45 minuta deri në 60. Gjithashtu, para vetes keni edhe një fletë të zbrazët dhe një laps, nëse ju duhet për me mbajt shënime. Nëse ju duhet fleta shtesë, do t'ju japim fleta shtesë. Ndihuni qetë gjatë gjithë intervistës, nëse nuk e kuptoni pyetjen që unë ju parashtroj apo antarët e panelit, mund të kërkoni që ne ta përsërisim atë. Mund të bëni edhe koncept, për është e drejtë juaja, po gjithmonë keni parasysh kohën, sepse duket që janë shumë 60 minuta, po ja që ecin shpejt. Gjithë antarët e panelit vlerësues do t'ju drejtojnë pyetje e bazuar në kriteret e përgjithshme të prezantimit, duke filluar nga koncept dokumenti dhe prezantimi i tij, integriteti, aftësitë udhëhecëse dhe menaxheriale, si dhe njohuritë profesionale dhe teknike, dhe eventualisht pyetje shtesë varësisht nga përgjigjet që ju jepni. Andaj lutem këtu edhe antarët e panelit vlerësues që pyetjet të cilat i parashtrojnë në raport me ju të jenë konkrete, ndërsa përgjigjet e juaja po ashtu të jepni që ju do të jepni të jenë të qarta. Nga secili kriter, paneli do të parashtrojë 3 pyetje, ju njoftoj. Nga kriteri i koncept dokumentit dhe prezantimit të tij, secili antar i panelit do të parashtrojë ka një pyetje, që në total janë 3, kurse për kategorinë e integritetit 3 pyetje paraqiten nga antari Visar Krasniqi. Nga kriteri aftësive udhëhecëse dhe menaxheriale, unë do t'i parashtroj 3 pyetje, dhe në fund nga kriteri njohurive profesionale dhe teknike, kolegja Elza Bajrami do t'i parashtroj 3 pyetje. Nëse jeni gatshëm, a mund të fillojmë? Atëherë po shkojmë me pyetjen e parë. A mund të prezantoni veten tuaj dhe ta paraqitni motivin tuaj për të aplikuar në pozitën e kryeprokurorit të shtetit? Unë e mbyll. Faleminderit, nderuar kryesuesi i panelit, nderuar antarë të panelit, përfaqësues të mediave, monitorues të vendorë ndërkombëtar, shoqërisë civile. Unë jam Naim Abazi, jam aktualisht prokuror në prokurorinë speciale. Punën time ose karrierën time fillestare kam filluar që nga viti 2004, kur kam diplomuar dhe fillimet e para në karrierë kam nis që në kohën kur isha praktikant në zyrën e avokatit në Mitrovic, pastaj edhe në gjykatën e Qarkut pjesërisht, për shkak se Abaceli në atë kohë kishte një projekt i cili ndonte në 6 muaj në avokati dhe 6 muaj në gjykat. Pastaj karriera ime ka filluar në institucione të ndryshme, me pas në programi për të drejtat civile, Civil Right Program, në Federatën Shëndetësisë së Kosovës, në Ministrinë e Drejtësisë, në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës, pastaj në Kuvendin e Kosovës, për 2 vite, ndërsa karrierën time para se më bë prokuror e kam pas në institucionin e pavarur në atë kohë, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, ku kam qenë kohë antar i Këshillit dhe kryetari të institucioni. Në 2014 jam emëruar si prokuror në departamentin e përgjithshëm në prokurorinë themelore në Prishtinë. Pastaj kam kaluar një kohë në departamentin për krimet e rënda, ndërsa që nga viti 2018 e ushtroj si stash detyrën e prokurorit special në prokurorinë speciale, ku jam edhe aktualisht. Motivet e mia mendoj që janë të qarta në raport me ato se çfarë ka sjell përvoja ime për këto vite. Besoj se sistemi prokurorial ndërkohë është testuar mjaftueshëm, për të cilin përvoja ime, pra karriera ime, mendoj nga ajo që ka sjell nga tereni, nga sallat e gjykimit, nga çështjet të cilat unë jam ballafaqur me to, mendoj se jam kandidat i cili i plotësoj kriteret për të qenë
si kryeprokurori den me udhëheq sistemin prokurorial ose me qenë pjesë e sistemit prokurorial. Pandej, zotëria Bazi. Atëherë pyetjen e radhës rreth koncept dokumentit, ashtu siç njoftova në fillim, e bën kolegu jon Visar. Urdhno Visar. Faleminderit kryesues, suksese prokuror në intervistën tuaj. Pyetja ime ka të bëjë me atë se a mund të bëni një prezantim të shkurt koncept dokumentit në fokus objektivat kryesore për mandatin tuaj 7 vjeçar. Ashtu siç i kam përmendur, janë disa çështje të cilat unë i kam kushtuar rëndësi në çështjet e menaxhimit ose në rast se do të bëhem kryeprokuror i shtetit. Rand parë, sfida kryesore me të cilën unë kam ballafaqotur është çështja e menaxhimit të lëndëve. Në bazë të raportit të kryeprokurorit të shtetit shihet që prokurorit ose prokurorët ballafaqohen me një numër të madh të lëndëve, të cilat parafërsisht nëse ndajmë ose nxjerrëm në mesatarët e tyre, shohim që ka prokuror që është i ngarkuar me 500 lëndë. Kjo domethënë është shqetësuese për faktin se nuk mjafton, dhe nuk është e mjaftueshme që të rekrutohen prokurorë të ri për të zvogëluar numrin e këtyre lëndëve, por mendoj se duhet të ketë një menaxhim efikas dhe cilësor në raport me ndarjen e këtyre lëndëve. Ideja në raport me këto është që të zbatojmë në tërësi sistemin elektronik të ndarjeve të lëndëve, ku e dini që për sa vite ka pas një ngecje në zbatim të këtij sistemi, për çka domethënë është shumë e rëndësishme që ky sistem është ndërtuar mbi bazën e ndarjes së këtyre lëndëve në bazë të parimit të meritës, ku asnjë prokuror nuk mund të ankohet për ndarje të cilat ata kishin lëndë më shumë ose më pak në prokurori të ndryshme. Por që kjo në kohën e fundit ka një vullnet që të zbatohet ndoshta në gjitha prokurorit, por ka pas një ngecje dhe ka një sfidë goxha të madhe në raport me ndarjen e tyre. Çështja tjetër me rëndësi, për cilën unë mendoj që duhet të fokusohemi është edhe ngritja e cilësisë së aktakuzave dhe hetimeve, sidomos të vepra penale që lidhen me korrupsionin, vepra penale me krimin e organizuar dhe vepra penale të tjera të rënda, të cilat kryesisht janë pothuajse në prokurorisë speciale, po edhe në kompetencë të departamentit për krimeve të rënda. Meqense kryesuesi i Këshillit Prokurorial është edhe pjesë ka qenë edhe prokuror në prokurorinë e apelit, disa herë ka kthy këto lëndë në rivendosje për shkak pikërisht cilësisë së tyre në raport me hetimet. Pse kjo ka ndodhur, domethënë ka ndodhur sepse mendoj që në disa raste prokurorët kanë nevojë të kenë specializime të veçanta në fusha të caktuara. Çështja tjetër është me rëndësi që në situatat e tilla asnjëherë nuk është bërë mjaftueshëm për të marrë ato që është e rëndësishme, sekuestrimin ose konfiskimin e pasurisë e cila është përfituar me vepër penale. Mendoj këto janë sfida të rëndësishme, po që menaxhimi do duhet të jetë në kuadër të sistemit prokurorial mbi bazën e kontrollimit të këtyre sfidave që kanë përcjell sistemin prokurorial, për arsye se nëse kryeprokurori i shtetit do të ketë fokus të madh në cilësinë e këtyre hetimeve, cilësinë e aktakuzave, sidomos për vepra të profilit të lartë, atëherë natyrisht që puna edhe në gjykatë do të ishte më e lehtë. Pra, ideja është që ne mos ta ngarkojmë gjykatën me lëndë të panevojshme, tu e ditë rezultatin përfundimtar, por ideja është të krijojmë raste të suksesshme të cilat i dërgojmë në gjykatë dhe kemi sukses të pa dilemë. Ajo që është e rëndësishme që e kam përmendur në koncept dokumentin është edhe çështja e vlerësimit të performancës së prokurorëve. Ndër vite kemi pas një sistem të vlerësimit të performancës, të cilën ju e dini që prokurorët nuk kanë qenë shumë të kënaqur për shkak se në situata të caktuara ka pas prokurorë që nuk është vlerësuar mbi bazën e meritës. Pse them këto mbi bazën e meritës? Sepse ka pas prokuror ku nuk është ngarkuar me lëndë sa prokurori i cili ka qenë ngarkuar me lëndë caktuar, por që vlerësimi ka qenë negativ për ato që ka punuar, ndërsa ka qenë pozitiv për ato që s'ka punuar. Pra, këto sfida të cilat dalin në raport me performancën do duhet të jenë që si prokuror duhet të kërkohet një performancë e mirë, të jepet merit prokurorëve të cilët punojnë, por natyrisht kërkohet edhe përgjegjësi konkrete për ata prokurorë të cilët nuk punojnë. Sfidë tjetër është edhe çështja e bashkëpunimit derinstitucional. Ju e dini që ndër vite zyra e kryeprokurorit të shtetit ose kryeprokurori ka pas një ngecje në raport me bashkëpunimin ose komunikimin derinstitucional. Unë mendoj se është shumë e rëndësishme që kryeprokurori i shtetit të ketë një balancë të mirë mes institucioneve, rënd parë të paraqes politika që dalin ose strategjitë që dalin nga ana e Këshillit Prokurorial,
bashkëpunimi me policinë e Kosovës, gjykata dhe institucionet e tjera, cilat është shumë e rëndësishme që këto probleme, për këto sfidat i kalojnë bashkëpunim me partnerët ose në institucionet cilat janë zbatues të ligjit. Kur them është shumë e domosdoshme bashkëpunimi, ju e dini që nuk është barre vetme e prokurisë së shtetit për disa raste të cilat ato duhet të hetohen. Pra, përgjithësinë duhet ta bartin edhe institucionet e tjera, por duhet ky bashkëpunim të jetë konkret sepse përfundimisht prokuria është ajo që e bart barrën kryesore në raport me hetimet ose cilësinë e hetimeve. Mirë, faleminderit. Visar, tash pyetjen e fundit në këtë kategori e ka kolegja Elz. Urdhë Elza, fjala për ju. Faleminderit kryesues, atëherë suksese. Pyetja, në bazë të vizionit tuaj të paraqitur në koncept dokument, cilat do të ishin disa nga veprimet e para që do të ndërmarrnit si kryeprokuror i shtetit? Mendoj se sfidat cilat ballafaqohet aktualisht sistemi prokurorial ka shumë prioritete që duhet i paraqes para vetes kryeprokurori. Megjithatë, një ndër prioritetet kryesore thash që është kryeprokurori duhet të paraqes cilësinë dhe performancën si diçka që është e domosdoshme në sistemin prokurorial. Për arsye se nëse cilësia dhe performanca, natyrisht edhe veprimi tjetër që është më rëndësi që e kam përmend edhe në koncept dokumentin tim, është çështja e parandalimit të sulmeve nga jashtë dhe brenda në sistemin prokurorial, që është shumë e rëndësishme sepse një sfidë e tillë, domethënë, ndërkohë nuk është parë që ka një reflektim në raport me reagimin që i bëhet prokurorëve në rastet kur ata hetojnë vepra të caktuara. Mendoj se kryeprokurori në këto situata do duhet me reagu, duhet me kriju mekanizma të fuqishëm kur duhet mbrohet puna dhe suksesi i prokurorisë. Unë e di që ndoshta kryeprokuror të mirë nuk ka, po ka kryeprokuror i mirë duhet të ketë prokuror të mirë. Pra dhe ideja është që kryeprokurori të krijojë prokuror të mirë mbi bazën e reagimeve, mbi bazën e mënyrës së mbrojtjes së sulmeve. Kjo nuk do të thotë që kryeprokurori të mbrojë prokurorët edhe kur janë ata gabim. Në njëjtën kohë, kryeprokurori duhet kërkojë edhe llogaridhënie për prokurorët të cilët neglizhojnë, kanë performancë të dobët ose qëllimisht domethënë rastet e tyre dështojnë ose humbasin. Atëherë, po vazhdojmë me pjesën tjetër të pyetjeve që ka të bëjë me pjesën e integritetit dhe për atë pjesë ashtu siç njoftova edhe në fillim të kësaj interviste, është kolegu Visar do t'i parashtroj këtë pyetje. Urdhno, kolegu Visar. Atëherë, pyetja parë është pyetje standarde që e përcakton udhëzimi për panelin vlerësues dhe është standard për gjithë, besoj keni pas mundësi edhe me pa. Pyetja është: a ka ndonjë gjë në jetën tuaj personale apo profesionale, qoftë edhe nga e kaluar apo sipas njohurive tuaj, a është dikush nga familja juaj, a miqt, që nëse do të bëhen njohur për publikun e gjerë, mund t'ju sjellë ju apo sistemin prokurorial në një situatë të mos respektimit ose të vënë në dyshim integritetin, autoritetin apo qëndrimin tuaj si prokuror? Ju e thatë është e zakonshme të bëhet kjo pyetje, por që është e zakonshme edhe secilit kandidat ndoshta mund të më thonë që nuk ka, realisht nuk ka për shkak se për vitet e tëra jam munduar që integritetin personal dhe profesional dhe mbi gjithë ato institucional ta ruaj për atë kohë sa kam punuar ose punoj si prokuror. Nuk mundesh absolutisht me ndal sulme të cilat vijnë nga jashtë dhe nga brenda, që është e natyrshme dhe nuk është krejt e logjikshme domethënë që dikush shohet edhe me të lavdru. Po ka edhe logjik që dikush tjetër mundet edhe me sulmu në raport me punën ti që e bën. Po aja që e bën ti në raport me punën, domethënë është këtë natyrshme, mendoj që nuk ka të bëjë me çështjet e integritetit, ka të bëjë me diçka që çështja është personale e tij, por me djenin tim as anëtarët e familjes, as nga familja ngushtë, po as edhe nga familja e gjerë, nuk kam njohuri që dikush tjetër mund ta ketë cënuar integritetin tim personal ose profesional. Faleminderit shumë. Pyetja e dytë, cilat i konsideroni rreziqet kryesore që cënojnë integritetin e sistemit prokurorial në Kosovë? Dhe cilat sipas jush janë dobësitë aktuale të mekanizmave për parandalimin e kësaj çështje dhe adresimin e tyre? Pra i ki
3 pika kryesore: identifikimin, rreziqet që cënojnë, e ki mekanizmat aktual dhe adresimi i tyre. Faleminderit. Nëse më lejoni, po du me thonë pak a shumë një lloj rezumeje në raport me ato se çka ka ndodhur sidomos këto vitet e fundit me çështjet e integritetit institucional. Por ju dini që Këshilli Prokurorial ose sistemi prokurorial, më mirë me thonë, ka një bazë të mjaftueshme ku është rregulluar çështja e integritetit. Aktualisht, domethënë, çështja është rregulluar me ligjin për prokurorët e shtetit dhe kemi me kodin e etikës dhe misjelljes së prokurorëve, që në fakt janë baza të mjaftueshme për me mujt me rujt integritetin në aspektin ligjor. Por ajo çka ka ndodhur realisht në praktik, ne kemi pas sidomos në vitet e fundit, kemi pa një tendencë të sulmeve që vinë nga jashtë në adresim të prokurorisë, prokurorëve të caktuar kur ata marrin me veprime ose me lëndë të caktuara. Këto veprime konkrete, domethënë nuk ka pas domethënë mundësi që të parandalohej, megjithatë është bërë përpjekje mjaftueshme që përmes deklaratave dhe përmes komunikimeve që të demantohen ose të parandalohen. Megjithatë, çështja paraqitet shqetësuese, që është sfiduese dhe do duhet ndoshta sistemi prokurorial që të merret konkretisht me këto raste, kur kemi të bëjmë që këto konstatime si shqetësim i paraqiten në raportet vendore dhe ndërkombëtare. Raporti i Komisionit Evropian e paraqet shqetësim të kapitulli kur flet për sistemin gjyqësor, e flet paraqet si shqetësim ndërhyrjet ose sulmet që vinë drejt për drejt ose në mënyrë të thërtë në adresë të prokurisë ose prokurorëve caktuar. Po ashtu edhe raporti i monitorimit të EULEX-it, i cili ka konstatuar se ka ndërhyrje në mënyrë të direkte ose indirekte në të disa prokurorë në raport me punën e tyre, ose është bërë sulme direkte për shkak të punës ata që ushtrojnë. Gjithashtu edhe raportet vendore të organizata të cilat e monitorojnë se zbatimin e ligjit në Kosovë, siç janë koalicioni i organizatave qeveritare në Kosovë, një gjatë të tillë ka konstatuar dhe po ashtu edhe GLPC-ja në raportin e saj IKD-ja kanë konstatuar një gjatë të tillë se perceptimi i publikut në raport me integritetin e institucionit ose prokurorëve domethënë është i zbet. Pra është i zbet sepse ende disa qytetarë mendojnë se ndikimet për vendimarrjen e sistemit prokurorial janë të pamundshme pa pas ndikime politike ose ndikime të tjera. Megjithatë, reagimet kanë qenë në forma të ndryshme. Ju e dini që për sa vite nuk kemi pas kryeprokuror dhe kjo pozitë është bazë të ushtruesit detyrës së kryeprokurorit, dhe gjithashtu ju e dini reformat që e përcjellin Këshillin Prokurorial të Kosovës nuk ka pas domethënë një qartësi në raport me mbrojtjen ose një qëndrim konkret në raport me mbrojtjen e institucionit. Shoqata e prokurorëve të Kosovës ka bërë përpjekje aq sa ka pas mundësi, bazë kapacitete për me bërë reagime të tilla dhe në raportin e vet ka konstatuar një gjë të tillë. Megjithatë, unë këto raporte nuk i shoh që janë shqetësuese ose të adresuar në drejtim të institucionit ose individit, por që duhet të merren seriozisht si shqetësime sepse integriteti ose cenimi i pavarësisë së prokurorëve ose institucionit është baza kur ato humbe dhe pavarësia. Pra në rast se hu pavarësia, nuk kemi domethënë as vendimarrje të drejtë dhe nuk kemi domethënë as besim në publik. Ideja është domethënë të krijojmë të kthejmë besimin në publik. Besimi në publik kthehet kur ti krijon mekanizma të qartë të kontrollimit, performancës në rand parë ashtu siç e kam thënë, e dyta të mekanizma të cilën qytetarët duhet të informohen me kohë në raport me raste të cilat mediat ose shoqëria civile japin fokus të veçantë në situatë të caktuar. Shpesh herë nga një herë konsideroj se sistemi prokurorial e humb debatin me qytetarin ose me publikun për shkak të mungesës së informacionit. Pse tham këto? Sepse në situata të caktuara ne nuk kemi pas mundësi domethënë të dalim të sqarojmë qartë ose konkret se si është çështja e një hetimi ose një rasti të caktuar që zhvillohet në një prokurori të caktuar. Përderisa nuk ka sqarim të qartë ose mungesë të informacioni për publikun, natyrisht perceptimi ndrohet dhe mendoj që këto mekanizma duhet të forcohen mekanizmat e komunikimit derinstitucional me qëllim që të adresohen edhe kthehet besimi në publik. Faleminderit, edhe pyetja e fundit nga kjo kategori, nga provuja juaj, çfarë mendoni ku qëndron dallimi ndërmjet respektimit formal të ligjit dhe veprimit në përputhje me standardet e integritetit
prokurorial. Tash, mundësisht nga kjo pjesë edhe një shambull praktik më nalon. Faleminderit. Ndoshta e bëhet një pyetje që është shumë e rëndësishme, domethënë të sqarohen situatat kur nga gjendja praktike në ato çfarë është e shkruar në letër dallon shumë. Pse them këto? Për faktin se nuk mjafton që nganjëherë ajo që shkruhet në çështjet e integritetit mundet më përmbyll në përgjithësi. Megjithatë, baza ligjore që kemi sot aktualisht në fuqi, unë mendoj se është e mjaftueshme në raport me mbrojtjen e integritetit të prokurorit. Mirë, por çështja në terren është pak më ndryshe, sepse po flas ndoshta me kompetencë edhe për faktin që jam pjesë si prokuror ka marrë pjesë vazhdimisht domethënë hetime dhe pjesa kryesisht e punës time zhvillohet në gjykata. Pra, ky perceptim nganjëherë ndryshon prej situatës në situatë. Ajo që është me rëndësi me veçu është sepse prokurori duhet me kriju mekanizma të cilët nuk i parandalon domethënë keq kuptimet që mund ndodhen edhe jashtë zyrës së tij. Ajo ndoshta nuk e kam përmendur në koncept dokumentin tim, po që është shumë e rëndësishme ndoshta të theksohet kështu se ndër mënyrat që duhet i kushtohet rëndësi është edhe forcimi i kapaciteteve brenda institucionit në raport me zyrat për informim. Pse them to për zyrat informim? Sepse shpesh ndodh që zyra për informim domethënë nuk e ka të qartë ato çka është të zhvillu prokurori, cilat janë domethënë situatat kur duhet të japet informacion konkret për opinionin, dhe cila është situata kur opinioni ka interes ta di për një çështje të caktuar. Gjithçka që është me interes për opinioni duhet të informohet në rand parë. Për informacionet cilat janë konfidenciale, informacionet cilat janë të ndjeshme për hetimin, natyrisht nuk mund të informohen. Ka raste të tilla kur një bashkëpunim i tillë me shoqërinë civile që monitoron sistemin prokurorial, me përfaqësues të medjave. Jam i bindur që ky komunikim që është korrekt me ta do duhet edhe parandalohet një keq kuptim i tillë. A kemi raste të tilla në praktikën? Mendoj se po. Pa modesti për them rastin e fundit të rastit Bojnska, i cili ka qenë një ndër rastet më komplekse në Kosovë, mund të them pas luftës, ka qenë një ndër mënyrat kur na kemi bashkëpunu dhe kemi ofruar bashkëpunim dhe mirë kuptim me shoqërinë civile, natyrisht edhe me përfaqësues të medjave. Kur them bashkëpunim, kuptimi kemi kërkuar nga ata që në situata të caktuara mos japin informacione se mund me dëmtu hetimin. Meqense se interesi ka qenë shumë i madh i publikut, mendoj se mediat, asnjë media nuk e ka keq përdor ose nuk e ka deviju informatën që ka marrë prej rastit të caktuar. Ky komunikim, domethënë, ky bashkëpunim i tillë është i domosdoshëm. Zyrat e komunikimit janë ato të cilat domethënë krijojnë bashkëpunim dhe ura lidhse mes publikut. Nëse neve na mungon kjo, natyrisht kjo është një pengesë shumë e madhe dhe sigurisht që ka edhe keq kuptime gjatë rrugës. Jo çdo prokuror është i mirë i cili bën hetimet që din edhe me komunikuar me publikun. Po jo çdo prokuror që din me bëj hetime do është i mirë edhe me përfaqësuar këtë akuzën, ato e dim. Por që në situata të caktuara prokurori i mirë është ai i cili kur të vlerëson situatën që do duhet me dhënë informacione për publikun, natyrisht që këto informata do duhet mi plasu përmes zyrës së informimit, dhe zyra e informimit duhet me kriju raporte miqësore, të sinqerta dhe korrekte me median, konkretisht edhe me përfaqësuesit e tyre. Faleminderit zotja Vazi, atëherë po vazhdojmë me pyetjen nga pjesa aftësive udhëhecëse dhe menaxheriale, ashtu sikur që thash edhe në fillim, ato do t'i parashtroj unë. Dhe pyetja ime e parë te kjo kategori është: nëse zgjidhni kryeprokuror i shtetit, cilat do të jenë 3 prioritetet tuaja kryesore gjatë vitit të parë të mandatit dhe si do ta matni suksesin e tyre? Ke qartë pyetjen? Është. Pjesa kryesore ndoshta ku do duhet të japim fokusim është çështja e vlerësimit të performancës së ndarja në mënyrë korrekte e landëve në sistemin prokurorial. Këto janë prioritetet e mia që i kam theksuar edhe në koncept dokumentin tim, për arsye se këto janë çështje kryesore për cilën sistemi prokurorial duhet ta kthejë besimin në publik. Cilat janë kriteret që do t'i përdor të, natyrisht që ajo që është shkruar në letër nganjëherë domethënë është e vështirë të praktikohet, por mendoj që ne me një punë ose krijim të ekip të përbashkët duke kërkuar edhe nga ana e institucioneve të tjera relevante, bashkëpunim korrekt dhe konkret, mendoj që është shumë e lehtë. Çështja e performancës mendoj se është
hap i cili duhet të merren në raport me Këshillin, ku Këshilli duhet krijojë mekanizma cilën e bën vlerësimin korrekt të performancës së sistemit ose prokurorive. Në anën tjetër mendoj që çështja e ngritjes së akuzave, cilësisë së tyre, domethënë edhe hetimeve, do duhet krijohen mekanizma për me pas se cili prokuror ka njohuri të caktuara në fushat cilat ata domethënë kanë provoj për me hetu një rastet të caktume. Ju dini që deri me tani shpesh herë domethënë çështjet e rasteve më komplekse, sidomos të korrupsionit, krimeve ekonomike, shpëlarjes së parave, kanë qenë raste të cilat domethënë prekupuese vetëm raport me interesin nacional. Unë mendoj se tash këto çështje ose këto vepra nuk lidhen vetëm me interesin nacional. To realisht lidhen me interesin transnacional, për arsye se në çdo rast konkret ne duhet të kemi bashkëpunim juridik ndërkombëtar. Dhe bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në këto fusha nëse në angesë është e pa realizueshme. Krijimi mekanizmave të bashkëpunimit mes prokurorive të tjera dhe krijimi i grupeve ose hetimeve të përbashkëta siç është përcaktuar edhe me ligjin për prokurorinë speciale, por që duhet fuqizohen me trajnime konkrete, unë mendoj që është një mundësi e mirë që të rriten këto kapacitete. Çështja tjetër është prokuror duhet të kenë trajnime adekuate edhe në fusha që kanë të bëjnë me vepra penale që janë specifike. Pezon, ndoshta deri dje nuk kemi marrë shumë seriozisht çështjen e vepra penale që lidhen me krimin kibernetik. Po që realisht to janë vepra penale që ndoshta antarëve duhet me qenë shumë të kujdesshëm edhe trajtimin e tyre sepse duhet me pas prokuror i cili ka trajnim adekuat dhe i trajton këto. E rëndësishme është në jo vetëm për të këto vepra penale, po edhe vepra tjera që lidhen me fushën e pastrimit të parave. Vepra penale që lidhen me krimin e organizuar, duhet të jepet fokus të veçantë trajtimit të tyre në mënyrë profesionale. Mendoj se performanca e mirë duhet të jap shans secilit prokuror që me kallëzu rezultatet e veta konkrete. Unë mendoj se ka prokuror të mirë në sistemin prokurorial, kurse vetëm duhet të jepet mundësia atyre për me shfaq domethënë profesionalizmin e tyre në raport me këto. A është e mundshme më bë kjo për një kohë shkurt, natyrisht që merr kohë. Po ajo që ka merr kohë, domethënë do duhet me pas veprime konkrete që kërkohen llogaridhënie. Kur kërkohen llogaridhënie dhe afate të caktuara, mendoj se është një punë që mundet të realizohet shumë shpejt. Faleminderit. Atëherë pyetja e dytë nga kjo kategori është: nëse nga raportet e brendshme do të rezulton se disa prokurori kanë performancë më të ulët në krahasim me disa prokurori tjera për një periudhë caktuar kohore, cilat masa menaxheriale do të ndërmerrnit për të adresuar këtë situatë, duke ruajtur gjithmonë edhe pavarësinë funksionale të prokurorëve. Ke qartë pyetjen? Faleminderit. Mendoj se kjo ndoshta është edhe çështja kryesore kur sistemi prokurorial duhet të çaset pikërisht situata kur në një prokurori caktuar ka lëndë pak, në një prokurori tjetër ka lëndë më shumë, në një departament të përgjithshëm që është i ngjashëm me departamentin e përgjithshëm në një prokurori tjetër ka lëndë që zgjidhen shumë më lehtë, në një prokurori tjetër ka mungesë të zgjedhjes së këtyre lëndëve. Unë mendoj se duhet fokusohemi te çështjet e procedurave alternative që përdorin vetë prokurorit. E para, dhe e dyta, mendoj se duhet bëhet vlerësim korrekt i zgjedhjes së këtyre situatave, se si një prokurori pas ka mundësi që të zgjidh lëndë më komplekse, ndoshta ose lëndë të cilat domethënë një prokurori tjetër me vite pritet derisa e marrin rezultatin përfundimtar qytetar. Unë mendoj se kjo mundësi jep shansën të ardhmen edhe avancimit të prokurorëve ose transferimit të tyre në një prokurori tjetër ku ju e dini që kemi vazhdimisht kërkesa prej prokurorëve që transferohen nga një prokurori në prokurorin tjetër. Avancimi duhet bëhet mbi bazën e vlerësimit të performancës. Rastësisht domethënë bëhet vlerësimi ose transferimi në një prokurori për shkak se ata domethënë ju bjen më mirë për shkak të pagës që kanë pa disa herë kërkesa që i kanë parashtruar. Unë mendoj se kjo nuk duhet me qenë kriter bazë,
Po kriteri bazë duhet me qenë provoja, profesionalizmi i tyre dhe mënyra se si janë zgjidhur ato. Ka situata kur prokurorët nuk kanë njohuri të caktuar në fusha të cilat zgjidhen lëndë me procedura alternative. Dhe kjo duhet me thonë fokus të veçantë atyre lëndëve në ato prokurori ku duhet jepet prioritet zgjedhja e tyre. Pastaj fillimisht duhet bëhet analizë, pa një analizë konkrete se si është situata reale, domethënë në secilën prokurori është thirrë me ardhmën e një konstatim. Megjithatë kjo është një mundësi shumë e mirë kur raportet që duhet të nxirren nga ana e kryeprokurorëve për mënyrën e zgjedhjes së lëndëve, për mënyrën e trajtimit të tyre, pranimit të tyre lëndëve, unë mendoj që duhet me ardhur një konstatim përfundimtar që duhet me bëni strategji si kryeprokuror për me mujt me zgjidhje situata të tilla. Faleminderit. Dhe pyetja e tretë e radhës dhe e fundit nga kjo kategori që ka të bëjë me kategorinë aftësive udhëheqëse dhe menaxheriale është kjo. Nëse gjatë mandatit tuaj ndodh një rast me interes të lartë publik që shoqërohet me kritika ndaj sistemit prokurorial dhe humbje të besimit të publikut, si do ta udhëheqni institucionin në atë situatë dhe cilat do të ishin veprimet tuaja të para që do të ndërmerrni? Ke qartë pyetjen? Mendoj se përket kësaj çështje unë veç jam testu. Të them prapë pa modesti, çështja e fundit e rastit Bojsa ka qenë një ndër rastet për cilat ka qenë shumë komplekse, ka qenë me interes të jashtëzakonshëm. Qytetarët e sistemit prokurorial ose prokurorin e shtetit e shohin si garantues dhe zbatues të ligjit. Nëse na nuk i dham mundësi dhe nuk e garantojmë qytetarin që tek prokurori do të ketë drejtësi, atëherë domethënë hapi tjetër është i dështuar në raport me besimin që krijohet në sistemin, po tham këtë rast tash edhe në sistemin gjyqësor ose veçanti në sistemin prokurorial. Kur ka raste të tilla, unë mendoj që duhet krijohen mekanizma përbrenda sistemit prokurorial që të ipet ose adresohen çështjet konkrete në raport me situatat e tilla. Jo rrallë herë ndodh që në sistemin prokurorial kemi raste të cilat janë jashtëzakonisht komplekse të cilat përveç që kompleksitetit e tyre krijojnë edhe interesim të madh medial dhe interesim të publikut. Por ajo çka du me theksu është që komunikimi i kryeprokurorit, i kryeprokurorëve, i prokurorit Bartës Lanzës dhe zyrave për informimin duhet të jenë të fokusuara në raport me informacionet që duhet të shfaqen në publik. Shpesh herë qytetari e merr informacion nga dikush tjetër, po jo nga institucioni përkatës. Unë jam shumë i vetëdijshëm që çështja e informacionit në rast të hetimeve duhet të jetë konfidenciale, duhet të ruhet integriteti i hetimeve. Mirë po, jo shpesh herë integriteti i hetimeve dëmtohet ashtu siç perceptohet edhe brenda sistemit prokurorial se ky rast e kanë dëmtuar mediat. Jo. Realisht mediat e kanë punë për me dhënë informacionin jashtë publikut. Për publikun fal. Informacionin që e dhon media domethënë është sepse ti ke pas mungesës e çësje korrekte në raport me median ose me publikun për me mujt me informua ata saktë. Natyrisht informacionet që ata marrin kanë me ish për shpërfaqe sepse burimet e tyre janë atë sa kanë blerë në terren. Pra ideja është që të kemi mekanizma konkret që çështjet e ndjeshme, çështjet që janë komplekse, çështjet të cilat e prekun interesin e sistemit prokurorial, të jenë transparente dhe të krijohet mekanizma adekuat për me mujt me dhënë informacione për me mujt me kthy besimin e publik. A do duhej me reagu kryeprokurori i shtetit, kryeprokurori i asaj prokurie përkatëse për një rast caktuar, mendoj se po. Do duhej në çdo situatë kur duhet me dhënë informacione korrekte, konkrete për një rast caktuar, por natyrisht nuk do duhej domethënë me shmangë edhe çështjen e komunikimit nderinstitucional, siç e thash më herët, që kryeprokurori duhet të ketë bashkëpunim korrekt edhe me policinë e Kosovës. Pra, një rast i caktuar nuk varet vetëm nga situata që krijohet tek sistemi prokurorial, por varet edhe në fazën e hetimit që është bartës edhe agjencitë të tjera të zbatimit ligjit. Dhe komunikimi ndërsjellë mes tyre domosdoshmë sjell rezultate konkrete që mund të parandalohet. Mekanizma që duhet të krijohen për me mbrojt integritetin e rastit në aspektin profesional është barë ekskluzive e kryeprokurorit ku duhet të ketë kujdes në çështjen dhe informacionet që duhet të i për një rast caktuar.
Faleminderit. Atëherë me pjesën e pyetjeve nga aftësitë udhëhecëse dhe menaxheriale unë tani më kam mbaruar, radhën ja la kolegës ime tani Elës që të vazhdoj me pyetjen nga pjesa e njerive profesionale dhe teknike. Urdhëroj Elza, fjala për ju. Faleminderit kryesues. Atëherë pyetja e parë nga kjo pjesë, si kryeprokuror i shtetit, çfarë masash konkrete do të ndërmarrnet për të siguruar që të gjitha prokurorit në Republikën e Kosovës të respektojnë standardet kushtetuese dhe ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit gjatë ndjekjes penale, veçanërisht në rastet e ndalimit dhe paraburgimit në njërin anë dhe parimin e prezumimit të pafajësisë në anën tjetër. Nuk e kam çfarë pa thonë, do të thonë një ndër sfidat nështë s'po them me sistemit prokurorial, po është e sistemit gjyqësor, është çështja ku raportet ndërkombëtare dhe vendore kanë paraqitur në raport me masat fillestare gjatë fazës së hetimit, siç janë masa e paraburgimit, që është një ndër masat më të rënda sot që përdoret në sistemin prokurorial. A ka mundësi që prokuria ose kryeprokurorët ose prokurorët e caktuar që të përdorin masat alternative në raport me këto? Unë mendoj se po. Mendoj se ka raste, por duhet të vlerësohet situata sepse asnjë rast nuk është i ngjashëm. Por situatat konkrete do ndallojnë domethënë prej një rasti në rastin tjetër. Megjithatë, format e aplikimit të këtyre masave në raport me kufizimin ose trajtimin e këtyre masave duhet kemi parasysh që këto menjëherë reflektojnë natyrisht ato që tha edhe në liritë dhe drejtat e njerëzit. Kryeprokurori është përgjegjës dhe bashkë kryesor kur ai duhet të lëshoj udhëzime konkrete në një situatë caktuar. Pra, ligji këtë mundësi dhe këtë mandat ja ka dhënë vetë kryeprokurorit që në situata caktuar të lëshoj udhëzime të qarta si duhet të veprohet. Mos përcjellja e standardeve që përcjell gjykata dhe mos aplikimi i këtyre standardeve natyrisht e bën një rutinë që nuk mund të thonë që është rutinë shumë e keqe e prokurorëve që mund të aplikojnë masa pa standard ose pa kriter në raport me të pandehurit në procedurë. Unë mendoj se vlerësimi korrekt i tyre të marrë parasysh edhe natyrën emergjente që bëhet, do duhet jetë edhe prej mekanizmave të brendshëm të sistemit. Ka situata kur për një vepër penale, pëzom ta marrëm shembull të dhunën familje, nuk përdore standardi njëjtë. Atë sa keni dëgjuar edhe ju, kam pas rast me pa domethënë që propozimi për të dhunën familje është bë kur është kërku arrest shtëpiak. Kjo domethënë është absurde. Ky nuk është standard i mirë, sepse të dhuna pikërisht familje ka ndodhur prej vendit ku ai ka kërkuar masën e arrestit shtëpiak. Çështja e adresimit të këtyre sfidave, çështja e problemeve që lidhen pikërisht me liritë dhe drejtat e njerëzit, unë mendoj që është sfiduese për neve, po megjithatë nuk mund të thonë që Kosova nuk e ka një standard, nuk e ka krijuar një standard të mirë. Ky bashkëpunim, ky krijimi i këtyre mekanizmave nuk bëhet vetëm nga ana e prokurisë, po duhet krijohen bashkëpunime të qarta edhe me mekanizmat për brenda policisë. Kur them për brenda policisë, kemi situata kur duhet të aplikohet edhe çështja e masave të tjera, lajmërimi stacionit policor dhe format e tjera cilat nuk janë kosto për buxhetin e Kosovës, nuk ndikojnë drejt për drejt në qytetarin, ose veprimet e prokurorit fillestar janë të gabueshme dhe gjithashtu puna e gjykatës do të jetë shumë e lehtë në raport me çështjen e paraburgimit. Tash standardi që përdoret për disa vepra penale me kërku më njëherë paraburgimin, unë mendoj se është i rënë pa analizu, pa pas një strategji të qartë të prokurisë për cilat vepra duhet saktësisht të kërkohet në rast të paraburgimit. Unë e di që na po ballafaqohemi me sfida të ndryshme në sistemin prokurorial, kemi raste të ndryshme, të ndjeshme, të cilat përcillen çdo ditë, raste të drogave, raste të trafikimit qenie njerëzore të tëna. Por nuk janë të gjitha rastet të ngjashme. Pra duhet me bëni dallim të tillë. Pra këto veprime mendoj se kryeprokurori do duhet t'i adresojë më njëherë dhe duhet të krijojë një strategji të qartë përmes nëse është nevojshme edhe trajnimeve adekuate që disa prokurorëve më i tregu që nuk është vetëm një ramas që duhet zbatohet në kodin e procedurës penale, po kodi i procedurës penale ka edhe masa të tjera të cilat janë adekuate për zbatim. Pyetja e dytë.
Cili është vizioni juaj për zhvillimin e kapaciteteve të specializuara të sistemit prokurorial në fushat e korrupsionit të nivelit të lartë, krimit të organizuar, krimit kibernetik dhe konfiskimit të pasurisë? Dhe e dyta, si do ta shfrytëzoni dhe avanconit përdorimin e sistemit SMEL për të rritur efikasitetin dhe transparencën në ndarjen e lëndëve dhe monitorimin në kohë reale të performancës së prokurorëve në të gjithë vendin? A është e qartë pyetja? Pjesa e dytë e para, cili është vizioni juaj për zhvillimin e kapaciteteve të specializuara? Me që unë jam edhe pjesë e Akademisë Kosovës për drejtësi, jam pjesë e Akademisë Policore Kosovës, ku jam trajner i licencum në këtë akademi. Unë mendoj se disa trajnime të cilat duhet të zhvillojmë, ne si institucione nuk kemi kapacitetet mjaftueshme që të ofrojnë ato trajnime. Cilat janë ato? Unë mendoj se trajnimet që duhet të jipen në fushën konkrete, adekuate në raport me ngritjen e kapaciteteve të prokurorëve janë pikërisht në fushën e korrupsionit. Pra, ju e dini që ne nuk kemi një praktikë shumë të qartë në raport me luftimin e këtyre veprave, përveç se Kosova ka një praktikë e cila është ndërtuar ndër vite në forma të sistemeve të ndryshme. Një kohë domethënë ka qenë Uleksi, ai kryesisht i ka pas raste të profilit të lartë të korrupsionit, pastaj Prokuria Speciale. Mendoj se na duhet të marrim praktikat e mira të vendeve të cilat kanë kaluar në fazën që po kalojmë na. Kodër këtyre të bashkëpunimeve është e nevojshme që sot prokurorët kenë bashkëpunim, koordinim dhe njohuri konkrete në raport me çështjet e hetimeve, trajtimit të këtyre rasteve të korrupsionit, sidomos të profilit të lartë dhe për veprat e tjera. Pra, trajnimet që cilat zhvillohen sot në Kosovë, mendoj se janë trajnime bazike. Nuk po them që janë të pamjaftueshme, po janë bazike për cilat prokuror duhet të kenë trajnime në fushën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, e sidomos çështjet që kanë të bëjnë me rastet të cilat janë të ndjeshme. Mendoj se ky komunikim me Akademinë e Drejtësisë dhe kërkesat që duhet të adresohen në këtë fushë për ngritjen e këtyre kapaciteteve është domosdoshme. Aja çka është e rëndësishme për adresimin e këtyre sfidave duhet merren parasysh vlerësimi i raporti përfundimtar i performancës së prokurorëve. Pra, kemi pa në praktikë që ndodh shpesh herë që disa prokurorë shkojnë punon në departamentin e përgjithshëm me një trajnimi për krimet e luftës. Nuk jam kundër mos me një këto trajnime, do duhet secili prokuror me pas një uri të përgjithshme. Megjithatë është shumë e rëndësishme që një prokuror duhet të ketë trajnime për lanë specifike që ata i mbartë ato. Nuk ka logjike që departamentet caktuar që merren në fushën ekonomike, krimeve ekonomike, mungojnë këto trajnime ndërsa të merr pjesë një prokuror i cili në karrierën e tij nuk ka pas asnjë rast në këto rast, në këto situata. Mendoj kjo është sfida kryesore që na duhet më adresu. Çështja tjetër me rëndësi që duhet me përmend është, domethënë bashkëpunimi me Akademinë e Drejtësisë është rezultati kryesor ku duhet të adresohen cilat janë kërkesat që prokuria duhet të paraqesë në raport me ngritjen e kapaciteteve profesionale për prokuror. Por nuk mjafton një plan program që sot Akademia e Drejtësisë e merr pa fajin është aty institucioni sepse nuk i jepet përgjigje konkrete nga ana e institucioneve dhe që të adresohen të trajnime të marr parasysh se kryeprokurori dhe kryeprokurorët kanë për obligim me identifiku cilat janë nevojat adekuate për secilin prokuror ose për secilin trajnim. Sa i përket sistemit të ndarjes në formë elektronike, unë edhe në fillim e thash është një ndër sfidat kryesore që sot sistemi prokurorial është ballafaqur. Ky sistem nuk është krijuar me qëllim që të ketë dilema. Ky sistem është krijuar me qëllim që të largojmë dilemat, sepse ndarja e lëndëve në mënyrë klasike ose në forma domethënë miqësore të ndarjes së tyre, ky sistem duhet mirëzu. Pra, sistemi elektronik është ai i cili nuk lën ty mundësi që me mujt me ndal lëndën sipas dëshirës ose sipas departamenteve, por që duhet krijohet mekanizëm që ky sistem elektronik i ndarjes të lëndës përveç ndarjes elektronike të ketë edhe mekanizmin e vlerësimit të performancës. Si vlerësimin e performancës? Për shembull, duhet
përcaktohen cilat janë kriteret e qarta mbi bazën e poentimit të një lande, sepse nuk është e logjikshme që një prokuror, për zonë të marrë prej nga prokuria prej nga vion, të ngarkohet me një lande cila ndoshta i ka 50 ose 40 të pandehur në fazën e hetimit, tjetë e barabart me një lande cila e ka vetëm një të pandehur në procedurë ose nuk ka fare kërkesa për sekuestrim ose konfiskim. Pra, pesha duhet të balancohet në sistemin elektronik të ndarjeve të landëve. Qysh bëhet kjo, mendoj se çështja është e adresuar sakt edhe në rregullore, mirë po kjo duhet të jepet mundësi që të funksionojë mjaftueshëm në raport me ndarjen e këtyre landëve. Vlerësimi më korrekt ndoshta antarëve që duhet mi bë dikuj në punë është pikërisht mbi bazën e përdorimit të këtij sistemi. Nuk mjafton që të bëhet vlerësimi i shkresave të landës ose i punës së prokurorit në zyre, pa di domethënë sa ka njohuri dhe kapacitet ky prokuror me përdor këtë sistem. Na kemi informacione në bazë të raportit asaj çka kam lexuar, edhe në bazë të asaj çka unë jam pjesë e këtyre institucioneve, që ka prokuror që ende nuk e ka hapur ende smilin. Kjo është shqetësuese. Kjo domethënë është shqetësuese sepse për aq vite dashë ky sistem, ndoshta që kemi ndërtuar të tëna të ketë edhe update-a të reja të krijimit, domethënë si kanë edhe vendet e tjera. Pra, ne ende po ballafaqohemi me probleme teknike. Dhe këto probleme teknike nuk janë domethënë në rregull që ne të merremi përderisa duhet me kriju mekanizma të fuqishëm të mbikëqyrjes së zbatimit të këtij sistemi. Që mendoj se është baza kryesore për një transparencë dhe një llogaridhënie dhe një vlerësim pozitiv për prokurorë nëse zbatohet sistemi elektronik i ndarjes së landëve. Dhe pyetja e tretë, nëse gjatë mandatit tuaj paraqiten pretendime serioze për shkelje disiplinore nga një kryeprokuror i një prokurorie, si do të siguroni zhvillimin e një procedure disiplinore të pavarur, të paanshme dhe transparente, duke ruajtur njëkohësisht integritetin dhe besimin e publikut në sistemin prokurorial? Po, nëse gjatë mandatit tuaj paraqiten pretendime serioze për shkelje disiplinore ndaj një kryeprokurorit të një prokurorie. Unë mendoj se kjo tashmë është e definuar dhe është shumë e qartë rregulluar edhe me ligjin për përgjegjësi disiplinore të prokurorëve dhe gjyqtarëve, dhe gjithashtu me rregulluar për procedura disiplinore. Në raste të tillë ka domethënë kur një kërkesë adresohet, natyrisht që Këshilli është kompetent për themelimin e paneleve hetimore për vlerësimin e kësaj situate. Aja çka duhet bëj si kryeprokuror në situata të caktuara, natyrisht që do duhet shmanget konflikti interesi, ndërhyrja si kryeprokuror në vlerësimin paraprak të kësaj situate, por që duhet vetë kontrolli të jetë mbi bazën e ligjit ose akteve ligjore që ka përcaktuar që është Këshilli mbikëqyrësi kryesor i sistemit prokurorial që i mbikëqyr këto situata. Faleminderit, zotëri Abazi, nga dal po i ofromi fundit. A keni diçka tjetër për të shtu, përveç atyre që i cituat dhe që ne ju pyetëm? Fal. Natyrisht që nuk është e lehtë, domethënë edhe bara e madhe që sot unë përpara jush të vi këto të paraçes vizionin tim për kryeprokurorët e shtetit, sepse kjo nuk ka të bëjë me një pozicion i cili i adresohet vetëm çështjes së avancimit tim, por mendoj që është një përgjegjësi e veçantë dhe mendoj se puna ime, provoja ime, siç e thash edhe më herët, e ka bërë që të jem sot para jush të marr përgjegjësi të reja. Unë uroj që vlerësimi juaj të jetë vlerësim mbi bazën e meritës, vlerësim i cili do të nxjerr kandidatin i cili ka nevojë shumë sistemi prokurorial që të kemi një prokuror për aq vite sa nuk e ka pas. Gjithsesi se do të jetë një vlerësim i tillë. Unë tani ju falenderoj për gjitha përgjigjet që i dha deri më tani në pyetjet tona, po ashtu ju rekomandoj që pyetjet që janë parashtruar deri më tani nga ona e panelistëve, mos i komentoni me tjerët, sepse kështu mund ta dëmtoni edhe konkurrencën tuaj. Nga ona jonë jeni të lirë. Faleminderit. Po, ju është mirë.